Kadaif me ara, një nga ëmbëlsirat e mia të preferuara është kadaifi, edhe me sherbet kështu o njerëz del fantastik. Unë t'u them të vërtetë nuk kam përgatitur ndonjëherë. Përgatit Katerina me Evën, po e përgatitin këtu, siç mund të shikoni. Është pothuajse gati, zakonisht neve I hedhim ara brenda, mund t'i hidhni edhe pistakjo, çfarëdo që të doni. Edhe zakonisht tek mbushja është ara me sheqer edhe pak bukë të thërmuar, si e thon ato friganja trimeni thash në greqisht. Siç e patë përgatitën këtu, duhet ta lësh një çik pasi I hedh sherbetin, që ta thithit të gjithë sherbetin, edhe këtu Eva po na thotë se sa e mirë është, edhe mua goja lën këto momente që nuk jam atje, po ua tregoj juve tani se si e bërja. Po na flet edhe tani, po na thotë se si u bë, se si doli kadaifi. Po e dim që doli I mirë tani. Shijoj e ti edhe neve tani të rrim të shikojmë, të fujmë syt nga telefoni që thua. Moj motre dashur. Kjo ishte ëmbëlsira për sot. Nëse doni do të shkruaj recetën në komente. Mori dhe me vete kjo tjetra. E shikon, hengri sa hengri atje, unë ngopë, edhe mori dhe me vete në shtëpi. Kështu janë shoqjet e mira, do më thoni. Shoqjet e mira kështu janë, po ti ku vete që e merr të gjitha të pjatë me vete. Të mbash edhe për mua.